Policia e Kosovës i ka shqiptuar një tiket për kundravajtje mërgjimtarit Nuha Osmani, i cili u përfshi në incidentin me deputetin e LDK-s Armen Zemaj në qendër të Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për mediat zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrin Shalla, e cila tha se Osmani është gjobitur për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Të dëmtuarit, policia e Kosovës ja ka lëshuar një tiket për kundravajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike, deklaroi Shalla. Ajo po ashtu konfirmoi se të gjitha palët e përfshira janë intervistuar në lidhje me rastin, ndërkohë që së fundmi janë publikuar edhe pamje të reja të incidentit që ndodhi gjatë ditës së djeshme në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Ndërsa ka mbetur vetëm edhe një ditë shpresë për një koalicion të mundshëm pas zgjedhor për formimin e qeverisë së re, gjua politike pozit-opozit ka shkuar në kulmin e degradimit. Koalicioni për balotazhin në vushtri që kryetari i degës së LDK-s, Xhafer Tahiri, e lidhi me lëvizjen vetëvendosje, ka shporsuar edhe më tej situatën, por rrjedhoi edhe gjua politike e kreut të LDK-s Lumir Abdi Xhiku dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti është bërë dukshëm më ashpër. Madje sipas Lumir Abdi Xhikut, ndërsa vite më parë ishte krenari i fotografimi me Albin Kurtin, tani kjo gjë është shndërruar në turp. Në vitin 2020 u kanë mirë medal me Albin Kurti në fotografi, Tasha Marre, tha kreu i LDK-s në një debat televiziv. Lidhur me këtë, në një prononcim për gazetën Bota sot, foli analisti politik Zejnullah Jakupi. Sipas tij, Abdi Xhiku po e portretizon Kurtin si autokrat, përçarës dhe penges për bashkëpunim opozitar, çka sinjalizon një pozicionim të qartë konkurruese, jo bashkëpunues. Ky lloj diskursi zakonisht nuk është rastësor. Ai ndodh në periudha kur partitë ndjejnë nevojën të dallojnë qartë nga një kundërshtar që dominon skenën politike, si vetëvendosja sot, dhe duan të mobilizojnë elektoratin e tyre tradicional që mund të jetë ndjer i pushtuar nga narrativa e vetëvendosjes, thekson Jakupi. Sa i përket mundësive për bashkëpunim mes LDK-s dhe vetëvendosjes, analisti ka thënë se historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë flak të hapura mes subjekteve. Ka disa arsye, historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë flak të hapura mes dy subjekteve. Mungesa e besimit është ende e thellë. Kalkulimet elektorale, LDK e di se një afrim me vetëvendosjen e Kurtit e bën të padallueshëm në sytë e votuesve, ndaj kërkon të rikrijojë identitetin e vet politik. Roli i opozitës, Abdi Xhiku po përpiqet të pozicionojë LDK-n si alternativë të qartë qeverisë aktuale, jo si partner potencial të saj, shpjegoi ai. Sipas tij, për momentin retorika agresive është pjesë e një strategjie elektorale, jo domosdoshmërisht qenie e armiqësisë së pathyeshme. Vitet e fundit ka pasur edhe një fushat të ashpër mediale anti-Kurti. I pyetur nga Bota sot nëse kjo fushat mund të ketë ndikuar edhe në disa qendrime opozitare, Jakupi thekson se po, ky është një faktor real. Në Kosovë, një pjesë e mirë e mediave dhe opinionistëve kanë pozicionime të qarta, disa pro, disa kundër vetëvendosjes. Ata që janë kritik ndaj Albin Kurtit shpesh i japin hapësirë më të madhe LDK-s dhe Abdi Xhikut, duke amplifikuar diskursin e tij opozitar. Kjo krijon një ekosistem komunikimi që nxit më shumë konfrontim se sa bashkëpunim. Nga ana tjetër, edhe mediat më afër vetëvendosjes shpesh reagojnë me ton të fortë, duke thelluar ndasitë, vlerëson Jakupi. Në përfundim ai nënvizon disa pika kyçe të analizës së tij. Diskursi agresiv është më shumë strategjik se emocional. Bashkëpunimi LDK vetëvendosje është politikisht i ngrirë, jo i vdekur përfundimisht. Mediat dhe opinionistët po luajnë rol të dukshëm në polarizimin e narrativës politike. Në thelb, të dyja partitë po përgatiten për një garë elektorale frontale, ku secila dëshiron të jetë boshti kryesor i qendresës politike, përfundoi Jakupi.